Një dhjetor, ngriuni, luftoni për vendin tuaj. Maduro është bëri gjallë. Kishte 5 ditë që nuk dijej se ku ishte fshehur. Ka pasur një telefonat me Trump dhe Maduron, çka krijoi një ide të keqe për ata që presin që Trump të jetë i ashpër ndaj narkoshteteve. Por Trump ka qenë i qartë me të. Duhet të largohesh sa më shpejt të gjesh një vend të shpëtosh kokën. Maduro ka kërkuar që të jetë komandanti i ushtrisë, Trump s'ka pranuar. Ka ofruar puset mëdha nafte, pra një biznes, Trump nuk ka pranuar. Pra, ju them palloshit gjatë që ajo ëndra se Sazani do të blej heshtin nuk funksionon. Tek shtetet e narkoshtetit, Trump ka një listë gjatë dhe Maduro përcaktohet si kreu një organizate terroriste. Shqipëria nuk është tek lista e narkoshteteve nga Trump, por po të analizojmë deklaratët e pavarësisë nga Rubio dhe Trump, ata janë të shqetësuar për trafiqet që kryen nga mafia shqiptare me lidhje të mëdha me qeverinë. Statusit e herpaserme dhe numri 2 të FBI-t e tregojnë qartë këtë. Rama është në disërej. Ka shumë gjasa që ose ja kanë bërë këtë ofertë si Maduros, ose do t'ja bëjnë. Nuk është rastësi që Departamenti Amerikan i Shtetit, por dhe Shtëpia e Bardhë në urimet për festën e pavarësisë përmendin narkotrafiqet. Nuk ishte rasti që i dërguari i Rubios e unjoroi Ramën dhe shpërfilli Spiropalen, dhe këtë javë në departament përfaqësues të Berishës do të diskutojnë të ardhmen e zgjidhjes krizës dhe opsionet ndryshme. Altin Dumani e ka ndruar tërësisht kaun e luftës ndaj Palloshit dhe Currëdit. I kemi sugjeruar shpesh të hetoj krimin federal të Ramës në Manhattan, kur në një aktivitet partijak ka pasur një sponsorizim nga $200.000 deri në $250.000. Foleja e grenzave Palloshit ka lidhje me atë të Lubis. Shikoni Teams në Tiranë kush janë personat e Lubis që në çastet e fundit i ka emëruar dhe tek bordi i aviacionit civil, që vinë, pastrojnë milionat e dollarëve, por me lidhjet të mëdha me Palloshin. Natyrisht ju kam thënë që gjithkush që vjen nga Tirana është në mbikëqyrje të madhe nga FBI, nga zyrat ligjzbatuese që kërkojnë të zbërthejnë pastrimin e parave me shifra marrëmendëse, por dhe trafiqet e kokainës duke marrë shkas nga Sinaloa. Venediku nuk e ka shpëtuar ndonjëherë Shqipërinë. Madje edhe Gjergj Kastrionin e Madh e kanë tradhtuar disa herë. Rama kërkon të fshihet tek Venediku, që sot e quhen Venecia. E para, Palloshi gjatë duhet di që Shqipëria nuk është vend i BE-s, pra nuk mund bësh krahasime me BE-n. Se kur unë bëj krahasime me Amerikën, nëse jemi si Amerika, po të njëjtin sistem kemi, jemi antar të NATO-s. Por BE-ja afron shembuj me dhjetra, kur ministrat korruptuar i vetëm pezullohen por dhe arrestohen. Në mëngjes ju thash 2 shembuj. Zëvendës presidenti i Nixonit, greko-amerikani Spiro Agnew, me akuza korrupsioni dhe fshehje taksave, është detyruar të japë dorëheqjen dhe të largohet si numri 2 i Shtëpisë së Bardhë. Përpara disa muajsh, kryetari i marrëdhënieve me jashtë në Senat, Menendez, mik i shqiptarëve, por me disa shqiptar hyri në një hulli duke ndihmuar në mënyrë të padrejtë Egjiptin dhe duke marrë përfitime në kesh dhe lingota floriri. U arrestua,
shkoj përpara një gjykate, u ndoq i lirë, vazhdoj për disa javë kryetari i marrëdhënieve me jashtë në Senat, ta mbante symburoj, Komisioni i Etikës e përjashtoi, doli në gjyq, u dënua 11 vjet burg. Sot kalon netët e gjata në një qeli të shkurtër. Ky është fundi i Lubis, ky është fundi i Ramës. Sepse duke shkuar follow the money, njerëzit e FBI që trajnojnë dhe mbështesin SPAK e kanë bërë të qartë rrugën. A është Rama më i privilegjuar se ish kryeministri i Kroacisë? Korrupsioni i tillë ishte shumë minor në krahasim me Ramën. Në ato mesazhe vulgare që shqiptarët kanë parë nga numri 2 i qeverisë, e cila nuk kishte asnjë përvojë, asnjë të kaluar, që nuk prodhonte dot një diplomë, duhet ketë me qindra mesazhe për atë që ajo cilëson palloshi i madh. Nëse duam të bëjmë një analizë, përveç se urimeve të thikta të Rubios dhe Trumpit për festën e pavarësisë, është një takim përfaqësuesja e Trump në Tiranë, e ngarkuara me punë që ka të gjitha kredencialet si ambasador e Trump, ka kërkuar takim në zyrën e helmët dhe të gjaktë të Mehmet Sheut me palloshin e gjatë. Në takim ka qenë shefja e stafit ti. Dëgjoni, shefja e stafit. Vali Bishka. Mesazhet kanë qenë të qarta. Bishka është larguar nga i pozicion duke u bashkuar me Fugën, i cili nuk dihet se ku është. Fuga ka bllokun me milionat e milionat të vjedhjeve të Ramës. Pse tha shef e stafit? Shefi i stafit i Zelenskit dha dorëheqjen sepse SPAK-u Ukrainës e ka kapur me $100 milion. Asgjë nga vjedhja e $12 miliard të buxhetit Ramës. Dha dorëheqjen. Rama e di që Lubia e merr me vete. Përse i kërkon Ditmir Bushatit që të vinë në qeveri? E ndjen se do të hikësh? Bushati nuk është aq që budalla që të pranoj postën në qeverinë tënde kur anija po mbytet. Veliaj mund të jetë edhe ai një figurë kusare, thuajse e barabartë sa Lubia, ka bërë një takim, siç thon, duke nxjerrë nga burgu prej Leckas, duke i takuar me kryetarin e bashkisë në ikje afrikan-amerikanin Adams. U takuan në Vlorë ku Adams do të merrte pajën e palloshit me trojet e jugut, apo takimi është bërë në ambasadën amerikane. Nëse takimi është bërë në ambasadën amerikane, ku funksionon shefi i stacionit i FBI dhe i CIA-s, Veliaj ka groposur Lubin. Lufta e Lubis dhe Veliaj i ngjan luftës së Partisë së Hoxhës. Thika, helme, vrasje, mbytje. Ajo parti nuk ndryshon. Përdorimi i dhallës kosit të një figure lëtyre të përshtirë të BE-s nuk e shpëton dot palloshin e gjatë. Amerikanët i din edhe pagesat se sa bën që nga Tony Blair deri tek dhalla, pjepri e të gjithë ata që shiten lehtë. Je trembur sepse homologja yte, e cila është dënuar me pushkatim në Bangladesh, ka investime direkte Tigri 1 dhe Tigri 3, ku përfshihet edhe e korruptuara Eurikims. Hetimet mund të nisin do të çast, mos i duket habi. Edhe Ryerson ka qenë diku në hetime për fshatin e ambasadës amerikane. Ky vend nuk fal. Nuk fal askënd. Si nuk mund të falë edhe presidentin Trump nëse fillojnë impeachment, shkarkimet dhe hapen gjyqet. Drejtësia nuk ndalohet dot. Rama ka rënë në grackën e vjedhjeve si një makutëri, por
që i shkon shtat partisë që ai përfaqëson. Modestisht ju kërkoj, dilni sot tek foltoria protesta, ktheheni kurizin zyrës me Meçeu, tregoni që ju jeni shumica. Figura të pështira si Salinjani që s'ka asnjë pikë kontakti me PD dhe me njerëz të tjerë me mbiemra që nuk e ngacmojnë veshin perëndimor të qytetërimit ton, ose janë të paguar, ose çojnë ujë te Rama. Por janë figura që nuk kanë asnjë forcë dhe asnjë rëndësi. Pash një foto të Ramës me një grup japonez, i veshur si çingije. Problemet të thella mendore, natyrisht. Nuk e shpëton dot BE. Nuk ka shans. Nuk e shpëton dot Vučić, as Athina, as vet Putin, ku shpirtërisht partia e tij qëndron me dekada. Anti-shqiptar, tallet me pensionistët, mjekët dhe kërkon që vendi të shpopullohet. Ka shumë të drejtë avokat Ngjela kur thotë që Rama është i paguar ta shpopullojë Shqipërinë. Për llogarit Macronit, Vučić, Moskës, Athinës, kanë ikur 1 milion vet, por një ndryshim, ata kthehen, jo të gjithë, natyrisht. Kthehen kur t'i hapet rrugë djemve dhe vajzat të zgjuara, janë me mira vet, të suksesshëm, të arsimuar, të gatshëm të kontribuojnë për vendin e tyre. E keqja ka një emër, Palloshi i gjatë. Alibaba me 83 kopila djellësës e 40 ajdut, nuk ka gjë më të ndyrë për një qytetar që mendon se është dhe intelektual kur vjedh. Tregon karakter, mungesë në genit dhe lumnajen ku je futur në një luks që nuk të shpëton dot. Kërkove të shisje Sazanin, por kryetarja e opozitës tënde shkruante parathënien e Kamalës. Pra ti nuk doje që Trump doni ma të fitonte. Dhe këta këtu e din. Guxove të talleshe me një video me Macronin. Pasojat e asaj po ndjek. Më duhet ta përsëris shpeshherë Washington Examiner, media e djathtë konservatore, kontrolluar nga 2025, projekti në kryell titull Rama si Noriega apo Erdogan. Nuk ta dëshiroj atë fund, por në qoftë se nuk jep dorëheqjen, në qoftë se nuk largohesh, do të prangosësh. Do të bëhesh shembull se fundi drejtësia prevalon. Nuk mund ta mbash peng atë vend rrethuar nga armiq, por me një aleat të madh. Jemi me fat që jemi tokë e ndikimit amerikan. Politika amerikane ka problemet e saj. E kam thënë disa herë. Ne presim shumë. Si shpritën gjyshërit tanë, duke dëgjuar fsheptas atë radio, edhe 2 javë në anglesë dhe 2 javë në amerikanët, dhe ata nuk erdhën kurrë. Por shpirti, liria, parimet e këtij vendi të madh penetronin dhe në atë burgun e para arsve të Ramës. Shqiptarët duket sikur janë mësuar me të keqen, nuk i fajsoj. Janë të gjynjëzuar nga trysnia e madhe ekonomike, sa më të varfër ta lësh një vend, aq më shumë e manipulon. Kryeajduti i Shqipërisë dhe i Ballkanit, i smuri e Evropës Juglindore. Gjem një vend ku publikon masivisht shpërblimet për pensionistët. Në BE nuk ka. Shpërblet ai që punon, jo ai që nuk punon. Pensionistit i jepet një pension dinjitoz për vitet e shumta të punës, por ata shpërblesh në fund vitit. Ma gjej, kërkonin det blesh vota. Këtu ka krijuar probleme orvatja e Trump për të mbytur luftën në Ukrainë. Bolton, të cilët do ta kemë ekskluzive përsëri në fokus, thotë që Trump është interesuar të ndaloj luftën dhe vendos paqe. Kaq. Nuk do t'ja di më tej
as për Ukrainën, as për Putinin, po si një motiv për çmimin Nobel, thot Bolton. Dhe mbjen keq kur në tërës në bisedime shikoj një fytyrë të përshtirë si Kushner, thjesht për të vjedhur, dhe Witkoff ndërtesaxhiu që nuk e ka iden në politikën e jashtme. Në të gjithë takimet me Putin nuk ka pasur asnjë diplomat, asnjë person nga ambasada amerikane në Moskë, madje as përkthyes. Dhe çdo gjë ka kontaktuar me Donin e Madh. Trump po e shkund politikën ndërkombëtare. Ishte frika se do dilte nga NATO, dëmi është më i madh. Vendet e NATO-s kanë bërë një takim emergjence pa Amerikën. Duket se nuk kanë besim më tek Amerika e presidentit Trump për mbrojtjen e tyre në Europë. Aleanca u krijua që Amerika t'u siguronte mbrojtjen e Europës. Por Europa e keq përdori këtë mbrojtje dhe ndërtoi shtetin social në kurriz taksa paguesit amerikan. Natyrisht që Trump kishte shumë besim tek FBI për të nisur një sër hetimesh. Një raport me 125 faqe e portretizon Kashyap Patel të paaft, FBI pa timon. Kjo e detyroi presidentin Trump që thoshte nuk do ta shkarkoj. Por gjithmonë mendoni se në teksti është që ai do të largohet. Nuk ka avancuar hetimi ndaj Soros, sipas porosive të Donit, ndaj Meganico, dhe pse hetimet janë shumë të thella. Dështuan McCammon dhe Leticia James përgjegjësia të Departamentit të Drejtësisë, duke mos ndërtuar kejse reale, dhe ka bërë që MAGA baza të kërkoj largimin e tij. Raporti është nga agjencitë specializuara, analiza të kundërzbulimit të FBI, por problemi është ky. Në analizën e bërë është 80% pozitiv, 20% negativ. Ai ka probleme karakteri, probleme me kërkon të ngrej rezumen e tij, por nuk ka faj. Deep State ka hyrë thellë edhe tek organizata që ishin ikonat e konservatorizmit amerikan, FBI, CIA, Pentagon. FBI duke punësuar shumë nga ish mësues, padashe ka futur helmin e majt. Mësuesit janë liberal, demokrat, amerikan. Nuk janë tek konservatorizmi. Në raportin e bërë, në zyrat e field office të FBI, aparatet e televizionit nuk qëndrojnë tek Fox News, por tek një kanal ultra i majt, CNN, komunist, dhe MSNBC. Kjo tregon diçka. Në përgjimet që ka pasur Meganico dilte haptas urrëtia e tij ndaj Donit të Madh. Dhe kur ka qenë rrugëve të Tiranës thotë që unë do ta heq Donald Trump, ndërkohë që Neza mburri që unë do të bëj Grada Berishën. Gjërat po ndryshojnë. Dhe duhet ndryshojnë. Natyrisht që Paul Manafort, ky emër i madh afër Trumpit, ka ndikim ndaj Rubio dhe Trump në urimet e thikta dhe të helmta për 28 nëndorin përmendin trafiqet e drogës. Autopen i Bidenit është dhe në rastin e Trump, kur vjen një mesazh. Por amerikanët, votuesit, e dinë që zgjedhjet nuk e fiton politika jashtme. Dhe sikur të vendoset paqja në Ukrainë, edhe sikur të favorizohet Putini në mënyrë skandaloze, është ekonomia ajo që vendos. Është shfaqur Obama në fushat sepse Trump kërkon të rrëzojë Obamacare. Natyrisht që Obama është më elokuentës në moshë më të re. Por dëmin që i është bërë këtij vendi, traditës kombit, i është bërë në kohën e Obamës. Ka vetëm një merit. Vetëm 5 minuta ka folur në telefon me të pështirin George Soros. Respekt. Biden ishte tërësisht në tutelën e tij. Blinkeni, i cili është non grata për ndërtesat federale gjithashtu. Kjo ani e madhe merr kohë kur kthen timonin. Por Sinaloa, Meksika
do të shkoj aty si po ngjet me Madurën. Kur haptas, i thuhet largohu. Verse në Moskë nuk ka ku të shkoj. Rama mund ta gjej strehimin në ndonjë institucion europian të mbështetur nga Soros. Ikt sa më shpejt, meriton të burgoset për vjedhjet që ka kryer. Ai, Lubia dhe të gjithë ata që e rrethojnë. E majta, Partia Socialiste është një pasuri kombëtare për Shqipërinë. Duhet të ketë dhe një alternativë të majtë të cilin ai e dhunoi. Ka figura të ndershme, tejet larg dhe sipër nivelit mediokër të Ramës. Kjo do ta shpëtonte Shqipërinë dhe realisht do të hyni me dinjitet në BE nëse do të ekzistojë BE-ja. Baleta i madh më thoshte gjithmonë, vetëm nacionalizmi e shpëton Shqipërinë. Kishte drejt. Jemi një vend që kemi mbijetuar shekujsh, me fqinj të këqinj, grabitqar. Ja u ripërsëris dhe njëherë. Turp për ata politikanë që janë kundër vendit të tyre. Rama ka të buar 1 milion vetë. Kur nuk tha Shqipëria të bashkohet me Kosovë. Ose tokat e çamëve të kthehen çamëve pronat. Dhe në takim me Greqinë të ngrer dënimin e gjenocidit ndaj shqiptarëve të Çamërisë. Nuk e ndjen. Dhe akrobacirat nuk e shpëtojnë dot. Ndiqni paran. Personat ose personi i emëruar sëfundi nga Lubia që vjen në SBA. Kontrolloni Teams, zoti Dumani. Kontrollo transfertat, kalesat, ndalimet që janë bërë këtu. E ktheket drejt. Natyrisht që kur ishën në departamentin e drejtësisë, unë nuk e di saktësisht se çfarë kanë thënë, por sa erdhën në Shqipëri, ti e ndryshove kahun. Pushka top. Mos ndalote Lubia. E keqja e kombit ka një emër. Edvin Rama. Kudo në Shqipëri.